Çfarë më themi për mishin e derrit? Se tha pak më herët mishi dhe gjithçka kafsha, ushqehet, është mirë dhe për ne. Mishi i derrit. Të gjitha mishrat janë shumë të shëndetshëm për organizmin e njeriut. Edhe mishi i derrit hyn aty. Dhe pastaj të mos bëjmë konfuzion, ju lutem, me religionin, me besimet fetare. Sepse duhet kemi parasysh që besimi katolik mishin e derrit e ka bazë të ushqimit. Dhe mishi i derrit ka qenë ai që na ka sjell deri në ditët e sotme. Nuk diskutohet që është shëndetshëm, edhe në krahasim dhe me mishrat e tjera është edhe më i përthishëm nga organizmi i njeriut. Mishi i derrit më i përthishëm? Më i përthishëm nga organizmi, shkencërisht është vërtetuar. Shkencërisht thuaj që ekziston një studim që thotë që derri, si krijesë, si gjallëzë, nuk ka një qarkullim të mirë të gjakut. Dhe duke mos patur një qarkullim të mirë të gjakut, pra mund të ndikojë keq në shëndetin tonë. Absolutisht nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që edhe po ta vet një studim me hiç studime që të jemi të qartë. Nuk diskutohet që është mishi i derrit shëndetshëm, tani sa më natyral që të jenë derrat, nuk diskutohet pastaj që ushqimi është më i mirë.